po mu më dhimësen, unë ndjej keqardhje, sepse unë e di në çfarë situate ndodhen sot ata të cilët detyrohen që të futen brenda kuvendit Kosovës, të mbrojnë pushtetin e pastaj të mos lejojnë deputet e partive tjera që ta kryejnë detyrën e tyre kushtetuese. Pra ne sot s'kemi pas asnjë kërkesë, as kemi kërkuar pushtet, as kemi kërkuar hise në bashkëpunim, as kemi kërkuar asgjë. Kemi kërkuar na lejohet që ta kryjmë punën tonë në vendin tonë të punës aty ku na kanë deleguar qytetarët e Republikës. Dhe kjo e drejtë kushtetuese, demokratike, nuk guxon të ndalohet asnjë qytetari e as deputeti. Pra, kur deputetet nuk lejohen ta kryejnë detyrën e tyre, ky pushtet në të ardhmen do t'i ndalojë edhe qytetarët të cilët punojnë në institucione të rëndësishme, që t'i kryejnë detyrat e tyre. Unë e di çfarë presioni sot punon administrata publike në Republikën e Kosovës. Shohim dhe kemi informacione se me çfarë terrori ata përballen dhe në kohën e këtij destabilizimi. Ne kemi një parti e cila sillet me arrogancën e pashoq dhe nuk respekton, por luan me afatet kushtetuese cila tashmë i ka saktësuar qartë e sakt akt gjykimi i gjykatës kushtetuese që thotë që pas certifikimit të rezultateve për 30 ditë kuvendi i Republikës duhet të konstituohet. Çdo përpjekje që keni dëgjuar do ta dëgjoni edhe ditëve në vazhdim, sepse janë përpjekje të blerë kohë. Arsyeimi që thonë se pa marrëveshje nuk ka sens as që të konstituohet kuvendi, sepse më pas sërish vendi do shkojë sepse vije çështja e presidentit. 57 herë është ftuar seanca plenare në vitin e kaluar nga po i njëjti kryesues edhe në kohën kur nuk i kishin numrat. Sot vetëvendosja i ka 53 vota. Me votat e minoriteteve ka krejt mundësinë që t'i hap rrugë konstituimit të organeve të saj. E thash, ne kemi qartësu pozicionin tonë. Jemi në opozit, do t'jemi dinjitetshëm atje, por nuk do t'lejojmë në përkëmbje në institucioneve të Republikës, sepse është një sakrificë e madhe gjeneratave. Ju kujtoni në kohën kur është mbyllur kuvendi, kujtoni kur nuk janë lënë deputetët ta thonë fjalën e tyre. Pra nuk ka ndodhur në Kosovën shtet pavarur e sovran. Prandaj, kur opozitës provohet i ndalet zëri, siç po provohet ta mbyllë një tribun ku ne kemi mandat e besim, kjo është absolutisht e pafalshme. Por unë nuk pres që cilën ndryshe të njëjtit që nuk respektojnë kushtetutën, nuk respektojnë absolutisht kanë qenë në harmoni një zëri të gjithë, kundër gjitha marrëveshjeve të mundshme, Rambujezër, marrëveshjes së Vjenës, kundër flamurit, kundër partnerëve të ndërkombëtar, kundër opozitës. Por sot, kur qytetarët e Kosovës i kanë veshur me besim, nuk mund të sillen me papërgjegjësinë që i kemi pasur. Se po ndodh kjo, Zona Deliu Kodra, e thatë, edhe kur nuk i kishte numrat, i thirrte seancat për konstituimin e kuvendit, për zgjedhjen e kryeparlamentares Alblera Haxhiu, pse sot nuk po e thrasin një seancë të tillë kur i kanë krejt numrat edhe për ta krijuar qeverinë? Sepse ne kemi sot një kast politike e cila kërkon nënshtrim. Albin Kurti sot është në situatën politike që funksionimin e tij e ka të përcaktuar në 2 linja. O do të nënshtroj opozitën, një parti opozitare, që t'ja votoj presidentin, një president që i duhet edhe i shërben vetëm atij, sepse e kemi dëgjuar deklarativisht çfarë ka thënë për presidentin, o do të përpjeket që të shantazhoj opozitën që në rast se nuk ka një president që i përgjigjet vetëm Albin Kurtit, atëherë vendi duhet të shkojë në zgjedhje të reja, cilat ai planifikon t'i mbajë me 27 vjetor. Kosova nuk mund të ketë pafundësisht cikël të zgjedhjeve, sepse qytetarët me të drejtë kanë dalë të japin besimin e qytetarëve, e tyre për politikantë. Askush si ka kontestuar zgjedhjet, ndonse janë përdorur miliona para të taksapaguesve për të blerë këtë rezultat. Në fushat zgjedhore janë ndarë miliona euro për të ndikuar në rezultatin zgjedhor dhe këtu nuk janë zgjedhje fer, por megjithatë qytetarët kanë vendosur. Askush nuk pia konteston Albin Kurtit rezultatin. Është krejtësisht e pafalshme mënyra se si ai sillet në raport me institucionet, në raport me Kosovën, problemet e mëdha ekonomike që i kanë sot qytetari i Kosovës. Vjeshta do t'jetë shpejt, shtatori, do të fillojnë problemet me ngrohjen, me çmimet. Kosova sot është para një eksodi të jashtëzakonshëm. Pra,
raportet ndërkombëtare flasin për zbrazje të madhe. Kemi harru kur kemi dëgju një investitor që ka ardhur të investojnë në Kosovë, kemi dëgju deklaratat të përfaqësuesve të ministrave, deputet të betuare ministra, se tashmë nuk është asgjë e re që ata i kanë gjitha funksionet. Zonja Haxhiu herë është kryetare e kuvendit, herë është ushtruese e detyrës së presidentit, herë është deputete e betuar, pra i kryjnë të gjitha rolet brenda institucioneve të vendit. Po në anën tjetër, me zell të pashoq, ata sulmojnë prodhuesit tanë vendor. Ata linçojnë. Shihni sot çfarë deklarate kemi në kuvendin e Kosovës nga një qytetar i Kosovës. Pra bëhet thirrje për pushkatim. Dhe merreni me mend, absolutisht, dhe merreni me mend sot kush e ka ndërsyer këtë gjuhë të polarizimit, të linçimit. Ai njeri që